Një tjetër person është shpallur në kërkim nga policia e Elbasanit i dyshuar për vrasjen mafioze të biznesmenit Mondi Mehalla, i cili u ekzekutua brenda automjetit sapo doli nga karburanti në pronësi të tij mbrëmjen e 30 nëntorit. Oklid El Owejdi, i njohur me mbiemrin Dalipi, është në kërkim nga blut pasi emri i tij doli në skenë pas dëshmisë së dhënë nga Naldi Gjini. Ky i fundit u tha hetuesve se El Owejdi, së bashku me Armando Kole, Nevzat Spahon dhe Marcelo Aranin, ishin personat që kanë marrë makinën tip Audi, mjet i cili u përdor në vrasjen e Mehallës. Ende nuk dihet se cila është lidhja që hetuesit kanë dyshime për 35 vjeçarin në lidhje me vrasjen, por burime bëjnë me dije se ai ka patur një konflikt me viktimën disa ditë përpara ngjarjes. Edhe pse janë bërë kontrolle, Oklid El Owejdi nuk është gjendur dot dhe policia ka dyshime se është larguar jashtë Shqipërisë në mënyrë ilegale. Në kërkim vijojnë të mbeten gjithashtu Marcelo Arani dhe Armando Kola. Edhe me Aranin burime shprehen se viktima ka patur përplasje të ashpër përpara atentatit. Nevzat Spahon, një nga 3 personat arrestuar, është një pikë e fortë për grupin hetimor, por ky i fundit nuk ka pranuar që të flasë. Ka dyshimet e forta se ky i fundit të jetë qitësi, por ende e paprovuar nga policia. Kanë qenë kamerat e sigurisë që kanë filmuar makinën tip BMW, e cila ka lëvizur në fshatin Merak sapo është djegur mjeti tip Audi që u përdor në krim. Ndaj policia ka dyshime se ai mund të jetë personi që ka qelluar me armë ose ka ndihmuar autorit për t'u larguar. Ndërkohë të arrestuar për këtë krim janë dhe Gino Ago, ortaki Mondi Mehallës, si dhe roja e karburantit Kujtim Pisha.